atmosferë, sepse është Sofia tani që do këndoj një tjetër këngë popullore shumë të famshme, Xhamadani. Apo jo, Sofi? Ta dëgjojmë atëre edhe Sofin me Xhamadanin. Ndihmoj Lishit, lutem për What a wondrous experience for the prophet Joseph in Sydney. For more than an hour, the Lord showed them our premortal life. Xhamadani, faleminderit Sofia. Me kujdes. Mirë, dal nga dal kemi ardhur në fund të këtij emisioni, kemi qenë për rreth 1 orë 30 minuta me njerëz që kanë pasionin për muzikën, kanë pasionin për këngën dhe në rast se ka një gjë, e tham dhe pak më parë, në rast se ka një gjë për cilën ne mund t'i quajmë anormal, është pikërisht për atë vullnet dhe për atë pasion dhe për atë mungesë kufish që ata kanë për të arritur atë që dëshirojnë. Kam një mesazh që përcjellin këta është mesazhi i shpresës. Jo vetëm për kategorinë e tyre, por për çdo. Që nëse shikojnë një diçka në horizont, duhet ta ndjekin atë shkëndi pasioni, atë shkëndi vullneti për të bërë diçka, si kushdo në jetë. Patjetër. Po? Kam një dhuratë për orkestrën, çdo emision, veçanërisht në top show dhe të premteve, gjejmë gjithmonë falënderimet. Unë do fletja një kushërinë time, kam një tuf lulesh, të freskëta për këta, me që themi dhe në fest, por veçanërisht vetëm për orkestrën. Lishi si përfaqësues i orkestrës sonte mund të shkosh ta marrësh. Mos u to. Të duket e habitshme që një vajzë të japë lule, po janë. Faleminderit. Edhe e fut me dorë gjithë orkestrën, jeni shumë. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, kemi ardhur
Kemi ardhur dal nga dal në fund të emisionit, por sonte nuk do ta mbylli orkestra me siklën, siç e mbyllim zakonisht me siklën e emisionit, po do jenë dy modrat Shalari që do ta mbyllin këtë mbrëmje që kaluam së bashku. Ju falenderoj të gjithëve me radhë, një nga një, dhe ju përshëndes shumë të gjithëve. Zini vend. Dhe dy balenet e mija serbe me DJ Terit që të shtunën do të bëjmë namin dhe do të zbardhin deri të dielën në klubin më trendin Tiranë, të Venjuja. Giri, ton të jeni në studio. Duhet të bëj nga fillimi emisioni, bravo. Giri, son të jeni në studion time për të promovuar albumin tuaj më të fundit e hedhur 3 nga shpjezë grafike Supersonic dhe Supersonic TV. Në fakt klipi tuaj më të fundit i braktisur kur ti jesh. Sepse albumi juaj quhet 2 dakika që do thotë në shqipen tonë, kthej 2 minuta. Është po, që shkruaj shumë e popularizuar. 2 dakika, e bukur shumë, 2 dakika. Falenderoj Zaken dhe Dianën, dhe Zakterovët dhe Dianën Supersonic e shpit zërrije Supersonic që më mundson ardhjen tuaj në këtë studio. Ju ka cilësuar Giri si Zizëllonjën e skenës shqiptare, duke ma shkas nga kënga juaj e vjetër Zizëllonja. A i sekund të shohim, a kemi këtë këngë këtu apo jo, një sekund kujdes, e kemi gati apo jo, prita shikojmë. Jo, do të reja. Kjo ishte kënga 2 dakika. Po, kjo është 2 dakika, të shohim tjetër. Ja shohim tjetër me do të vijë sigurisht publikut sipas ritmit. Ja shohim tjetrën. E duke si slave pak, ha? Jo, është këngë folklori. A i lirë, pak si slave, jo? Ka një ajër pak. Folklori, folklori. Ja dhe gjëmë dhe tjetër që kam këtu të mroklaime, se jo të gjitha i kemi. Jo? Dhe me duat Rogidio, Ledi i Gaddafi, do shikojmë një njerë. 2 klipet e Girit, njëri është me Sinani, që është sa po t'i gjuar, prap të prap, dhe tjetëri është i braktisur ku t'i është. I kemi gati, 3-4. Ledio, bravo, bravo.